Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjesi. Në pjesën e parë të këtij emisioni, jemi ndalur të reflektojmë mbi disa propozime të psikologjisë në lidhje me mënyrën e përjetimit të emocioneve. Kështu, jemi njohur me dy teori që kanë të bëjnë me këtë argument. Në pjesën e dytë, do ta pyesim veten mbi atë që faktikisht ndodh. Do ta pyesim veten se cilat janë përgjigjet që personat normalisht japin për të provuar një mbarshtim të pjekur të botës së tyre emotive, me qëllim që të ndallojmë stilet më të përshtatshme. Pra, do të vëmë re mënyrat e ndryshme nëpërmjet të cilave qenia njerëzore, që prej fëmijërisë mëson ta trajtojë sferën e vet afektive. Në lidhje me këtë, dallohen të paktën 3 mundësi që mund t'i përkufizojmë si përgjigjet e menjëhershme, përgjigjet mbrojtëse dhe përgjigjet e përshtatshme. Mënyra e parë me të cilën në fëmijëri ne e shprehim botën tonë emotive është përgjigja instiktive, e menjëhershme. Ajo që quhet shkarkim lëvizor, nëpërmjet të cilit i porsalindur i shfaq tensionin që jeton brenda vetes së vet. Edhe te personi i rritur mund të jenë të pranishme reagime të tilla që synojnë lirimin e tensionit në mënyrë shumë primitive. Në këto raste, keqënia nuk trajtohet kurrë në mënyrë të qartë, me pyetje se çfarë ndjejmë, se çfarë provojmë dhe se çfarë mund të bëjmë për të shmangur apo për t'i dhënë një përgjigje kësaj paqetësie të brendshme. As nuk durohet, nuk mbahet brenda për pak kohë, derisa të zvoglohet, por shkarkohet në mënyrë të menjëhershme dhe impulsive. Personi bën gjithçka për ta liruar tensionin, pasi nuk ka aftësi që t'i fusë në veprim ato sjellje që sipas psikologjisë janë tregues pjekurie. Dhe këto janë aftësia për të toleruar një frustrim dhe aftësia për të shtyrë një plotësim. Në rastin e parë, gjendemi përpara një situate të vështirë, ku nevojat apo dëshirat tona nuk janë plotësuar. Një gjë e tillë krijon një gjendje mungese dhe tensioni që rezulton i patolerueshëm për personin, edhe pse ai nuk është plotësisht i vetëdijshëm për një gjë të tillë. Në rastin e dytë, përkundrazi, parehatia apo sikleti shprehen si mungesë plotësimi të menjëhershëm të një nevoje tashmë të plotësuar, por që dëshiron të plotësohet vazhdimisht për shkak të forcës tërheqëse që kënaqësia për herë e plotësuar jep. Pra, të dyja këto dy situata i referohen diçkaja që personit i ka munguar. Domethënë, ai përjeton frustrim, apo diçkaje që ai ka pasur, por që do të donte ta kishte vazhdimisht, që është plotësimi. Të dyja të sjellin në mendje një boshllëk që personi nuk është në gjendje ta durojë dhe që do të donte ta mbushte. Tani kalojmë tek plotësimi instiktiv. Përgjigja ndaj këtyre situatave shpesh shprehet si kërkim instiktiv plotësimi, kënaqjeje. Shpesh bëhet fjalë për një përgjigje të çrregulluar, instiktive, të menjëhershme, kryesisht në nivelin fiziologjik. Përdorimi i drogës apo i substancave të tjera stimuluese, ushqyerja e tepruar, seksualiteti që kthehet në një fakt vetëm teknik, janë forma të përdorura gjithnjë më shpesh për të treguar një parahati, një siklet emotiv, burim keqënie të thellë. Herë të tjera nuk kërkohet plotësimi instiktiv dhe kemi atë që në anglisht quhet acting out. Me këtë term i referohemi një situate ku tensioni i fortë, jo domosdoshmërisht krejtësisht i vetëdijshëm, shkarkohet nëpërmjet një veprimi që ka si funksion të shprehë një gjendje tensioni, gjë për të cilën personi është i pavetëdijshëm. Guido ka gjithçka, një motor luksoz, shumë miq, një karrierë të shkëlqyer para vetes.
Elizën, të dashurën të cilën e do fort. Por prej pak kohësh, çdo të shtunë Guido nuk mund të rri pa u dehur rëndshëm. Në ato momente bëhet agresiv, edhe i dhunshëm ndaj të dashurës, e cila nuk arrin ta shpjegojë këtë reagim. Eliza e di se prindrit e Guidos janë duke u ndarë, pasi i hati i tij ka zbuluar tradhtinë e të shoqës. Por Guido kur nuk ka dashur të flasë për këtë situatë të vështirë familjare dhe njëherë kur ajo ka ngulur këmbë që të flisnin për këtë gjë, ai është bërë agresiv. Atë natë është dehur edhe pse nuk ishte fundjavë. Prej asaj here, Eliza nuk e ka zërë më në gojë këtë argument, edhe pse kur ai tërbohet me të, ajo nuk mund të mos mendojë se në realitet Guido këtë tërbim do të donte t'ia shprehte nënës së vet. Lufto apo largohu. Te fëmia që ka mbushur 1 vit, ashtu si edhe te i rrituri, gjejmë përgjigje të tjera të mundshme, të menjëhershme, përveç plotësimit të menjëhershëm dhe acting outit. Shprehja lufto apo largohu tregon një qëndrim që përpara tensionit emotiv, personi ose reagon në mënyrë agresive, luftarake, ose priret ja mbath, ta shmang tensionin. Andrea e Laura janë martuar prej pak kohësh, e duan shumë njëri tjetrin, por mes tyre shfaqen gjithnjë më shumë konflikte të lidhura me jetën e përditshme. Ritmet e jetës janë të rënda, pak para, punë herë po e herë jo. Të dy i kanë vnervat kachurel dhe mjafton diçka krejt e vogël për të shpërthyer. Kanë vendosur që çdo javë t'i kushtojnë pak kohë trajtimit të këtyre vështirësive për të folur me njëri tjetrin dhe për t'u përballur mbi atë që e bën të vështirë bashkëtesën e tyre. Por, këto takime nuk duket se po i sjellin asnjë përmirësim marrëdhënies së tyre. Në vend që të flasin, grinden, akuzojnë njëri tjetrin dhe ngrejnë zërin. Pastaj, të kapur të dy prej brejtjes e ndërgjegjes, i harrojnë nga tresat dhe shkojnë kinema, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, për t'i harruar tensionet të cilat rishfaqen pas pak ditësh ende të pasgjidhura. Plotësimi instiktiv që ka si synim shkarkimin e tensioni apo plotësimin e një nevoje, acting outi që shpreh në formë simbolike duke e zhvendosur atë mbi elemente të tjera, lufto apo largohu si metodë për të zgjidhur konfliktet, përbëjnë mënyra të ndryshme nëpërmjet të cilave personat priren të çlirohen prej peshave të tyre emotive. Megjithatë, këto 3 teknika faktikisht nuk e zgjidhin problemin. Siç e kemi thënë edhe më përpara, kur është folur për teorinë e kusisë me presion, nëse shprehja instiktive e menjëhershme ka avantazhin për të nxjerrë jashtë menjëherë një tension, kjo shprehje emocioneve nuk ndihmon në durimin e peshës së instinkteve dhe në shtyrjen e plotësimit të diçkaje. Nevojtar për kënaqësi të menjëhershme dhe i mësuar për t'i plotësuar ato në çast, personi do të hyjë në një vorbull nevojash dhe impulsesh që shumë shpejt nuk do të arrijë që t'i kontrollojë. Për këtë arsye, edhe nëse përmasa instiktive është një aspekt i personalitetit tonë që duhet njohur dhe pranuar, prirja për të shprehur menjëherë impulset vetjake favorizon bërësinë afektive dhe nuk ndihmon në krijimin e një strukture të brendshme që na bën të aftë t'i bëjmë ballë jetës me plotësimin e frustrimeve që ajo mbart gjithmonë me vete. Si alternative përgjigjes instiktive të menjëhershme, kemi reagimin e tipit mbrojtës. Ndërsa në rastin e parë gjendemi përpara personave të kurzuar prej impulseve të veta, prej pulsioneve të forta që i shtyjnë persona që t'i plotësojnë ato, persona që privilegjojnë përgjigjen mbrojtëse priren të shfaqin karakteristika krejt të tjera. Bëhet fjalë për tipa jo shumë shprehës, të kontrolluar që të pavetdijshëm shpesh për botën e tyre të brendshme janë të prirur të lënë më një anë për masën afektive dhe mos ta shprehin atë. Në situata papjekurie më të madhe, gjendemi përpara personaliteteve pasiv, pa interes, të
të karakterizuar prej një mungese totale pasioni. Ky stil, tipik I shumë djemve dhe vajzave të kohës së sotme, dallohet prej gati një mungese totale tensionin vleror, tërheqjeje e entuziazmi. Të krijohet përshtypja se lodhjet, vështirësitë, frustrimet e jetës trajtohen duke I fshehur në një vedhull mjegulle, duke I nxjerrë ato përmes një topitjeje emotive që të kujton atë të fëmijëve të braktisur, të cilëve u kanë munguar stimujt e nevojshëm gjatë viteve të para të jetës, ose atë të personave në situata dramatike, siç është burgu apo kampi I përqendrimit, të cilët I bëjnë ballë dhimbjes nëpërmjet një farë gjumi psikologjik. Ajo që kemi përkufizuar si topitje emotive, ndoshta është shprehja më primitive e kësaj prirje për të tejkaluar tensionet e brendshme duke I eliminuar ato. Shfaqja më e shpeshtë e të cilës është mbrojtja. Me këtë term I referohemi prirjes për të mos u bërë të vetëdijshëm për përmasen instiktive, duke gjuajtur menjëherë në pavetdije burimin e tensionit. Ndërsa personaliteti I tipit instiktiv është pasional, I drejt për drejt, impulsiv, I zjarrt, pak reflektues, shpesh edhe teatral, personaliteti mbrojtës është pak shprehës, I kontrolluar, I pashqetësuar, shumë I qetë në dukje. Këto karakteristika që mund ta bëjnë të duket një person I pjekur, shpesh janë fryt I një paaftësie për të mbarshtuar jetën vetjake afektive. Përmasa instiktive dhe ajo emotive percepton si të rrezikshme për vetvlerësimin e personit dhe një kërcënim për mundësinë për të marrë afekt. Seksualiteti jetohet gjithmonë si diçka e keqe, zemrimi si një mëkat I pafalshëm, depresioni si një dobësi. Gjithçka që shpreh një përmasë jo racionale të individit, që mund të lërë të duket cënërshmëria, kurzimi I mundshëm I emocioneve, lexohet si një rrezik për vetvlerësimin personal dhe si rrjedhoj eliminohet. Roberta, që e vogël, ka mësuar ta kontrolloj veten për të bashkëjetuar me një nënë që priste shumë prej saj. Për të dashur prej të ëmës, fëmijët duhet të ishin të përsosur, të kontrolluar, gjithnjë të pastër, kur tepër të gjallë. Ajo I shpërblente me një libër, kur me një përqafim apo përgdhelje. Nëna nuk u kushtonte kur vëmendje apo nuk tregohej e butë me ta. E hirshme, intelektualisht të shkëlqyer, 23 vjeçe, Roberta është duke përfunduar studimet universitare me sukses dhe po përgatitet që të jetë një grua e arshme në karrierë. Por, jeta e saj sentimentale është një dështim I plotë, edhe pse I vjen rrotull shumë djem. Roberta nuk arrin kurrë të ketë një marrëdhënie angazhuese, sepse ndihet shumë e ndarë mes dëshirës për të shprehur afekt dhe një imazhi të vetes që nuk I lejon asnjë shprehje të ndjenjave të veta. Edhe pse e vlerësojnë si tërheqëse, djemt lodhen me Robertën, sepse është shumë e ftoftë, më shumë e mbajnë si një statuj se sa një grua. Kemi folur për një qëndrim mbrojtës. Këtë shprehje e përdorim shpesh edhe në jetën e përditshme. Është mirë që të përkufizohet me saktësi më të madhe se çfarë kuptohet me termin mbrojtje dhe se si ajo mund të shprehet në jetën e përditshme. E përdorim këtë shprehje për t'ju referuar një mekanizmi të mendjes son që vepron jashtë dhe përtej vetdijes së vetëdijshme. Ky mekanizëm në mënyrë automatike dhe të pavetëdijshme angazhohet për të siguruar zgjidhjen në një konflikti emotiv, lehtësimin prej tensioneve apo gjendjeve të ankthit. Edhe mbrojtja mund të konsiderohet një valvull shkarkimi e tensionit të përditshëm. Megjithatë, ajo vepron në mënyrë të kundërt në krahasim me shprehjen impulsive të menjëhershme. Kjo e fundit priret ta eliminojë tensionin duke hequr atë, duke hedhur jashtë, ndërsa mbrojtjet veprojnë në mënyrë të kundërt, duke e mbajtur burimin e tensionit brenda. Mënyra nëpërmjet të cilës kjo ndodh ka të bëjë me eliminimin prej vetdijes
duke e quar në zonën e pavetdijshme të psikikës sonë atë pjesë të emocioneve, të ndjenjave dhe të impulseve që kemi vështirë t'i njohim dhe t'i pranojmë brenda nesh. Për ta kuptuar më mirë këtë mënyrë të mbarshtimit të botës sonë emotive, duhet të kujtojmë një realitet shpesh të harruar, realitetin e nënvetdijes, atë zonë të përvojës sonë për të cilën nuk jemi të vetëdijshëm, por që vepron brenda nesh. Të shpeshta janë paragjykimet ndaj kësaj përmase të personit ton, që na çojnë që të mos e marrim në konsiderat praninë dhe veprimin e saj në jetë, dhe që ta mendojmë këtë zonë të personalitetit ton si një zonë hije. I vetëvetishëm është krahasimi me dhomën më të errët të shtëpisë sonë, atë ku lihen të gjitha objektet që nuk i duam më, me të cilat lidhen kujtimet pakëndshme dhe ku nuk hym kurrë, duke e lënë atë që të mbulohet nga pluhuri dhe të mbushet me merimanga. Faktikisht, pavetdia, siç e thotë edhe vetë termi, është ajo pjesë e jone për të cilën nuk jemi të vetëdijshëm, përmasa e personalitetit ton që nuk e njohim, sepse e eliminojmë prej vetëdijes. Pra, ajo përmban edhe potencial pozitiv që, nëse njihet, mund të përdoret për një qëllim të dobishëm dhe të vlefshëm. Në papafingun e shtëpisë sonë, përveç pluhurit dhe merimangave, mund të zbulojmë një objekt të vjetër, një baule të çmueshme, diçka që nuk kujtonim se e kishim dhe që na kujton një person të dashur. Pra, në papafingun e pavetdijes mund të gjejmë shumë emocione që për arsye të ndryshme personi ka perceptuar si papranueshme dhe kështu i ka eliminuar prej vetdijes. Ky veprim ka ndodhur me ndihmën e mekanizmave mbrojtës, qëllimi i të cilave është pikërisht ai që të përjashtojë prej vetdijes atë që personi e konsideron si të papranueshme. Shprehjet e paraqitura duan që ta vëmë theksin të rëndësia e dy elementeve të ndryshëm. Papranueshmëria e vetdijes që të pranojë aspekte të caktuara të personalitetit dhe fakti se kriteret e këtij vlerësimi janë krejt personale dhe varen prej metrit të gjykimit të secilit. Personi që parapëlqen përgjigjen mbrojtëse në përgjithësi përdor një metër gjykimi shumë tret, jo tolerues ndaj jetës së vet afektive. Ndryshe prej impulsivit, ai i shfaq emocionet e veta pa shumë probleme. Ai që prirë të mbrohet nuk duron të ketë një botë të brendshme të pasur me ndjenja, instikte, refuzon emotivitetin e vet dhe pa e kuptuar e hedh atë në pavetdije. Nëse impulsivi jeton në sintoni të tepruar me ndjenjat e veta, mbrojtësi shpreh një mospranim të thellë të tyre. Këtu nuk dëshirojmë të bëjmë një trajtim të temës së mekanizmave mbrojtës. Megjithatë, me qëllim që ta kuptojmë më mirë marrëdhënien mes mekanizmave mbrojtës dhe mbarshtimit të botës sonë emocionale, po paraqesim disa shembuj pa e zgjatur në një analizë më të hollësishme. Propozojmë si çelës leximit të prirjes për të mbrojtur kriterin e mospranimit dhe në lidhje me botën emocionale personale do ta pyesim veten mbi disa fusha të mundshme ku shfaqet ky fenomen. Mospranimi i brishësisë. Ricardi është një djalë shumë i mirë. Është shumë bujar dhe i gatshëm nëse dikush ka nevojë për të. Shumë brillant në fushën intelektuale, me lehtësi arrin rezultate të mira shkollore për të cilat nuk mburret kurrë. Miqtë e tij e duan shumë, edhe pse her pas here u duket i ftohtë. Ajo që ata nuk arrin të kuptojnë është ngurtësia e tij e tepruar kur qeshin me të, e cila shpesh shprehet me përgjigje therrse dhe ironike të tipit zhvlerësues dhe pa aftësia e tij absolute për ta pranuar këtë gjë. Një djalë kaq i talentuar në shumë fusha do të duhet ta pranonte se nuk është një kampion sportiv pa u ndier i poshtruar. Të luash një ndeshje futbolli me Ricardin është një gjë e pamundur. Çdo gabim që bën, ai e kthen në një sulm ndaj atyre që ka afër, në një akuzë ndaj tjerëve. Sulme dhe akuza kur të shprehen në mënyrë të hapur dhe agresive, por ironia dhe toni i përçmimit që vihen re te zëri i tij plagosin shumë më shumë se sa fjalët e ndyra të thëna në fushë. Më shumë se sa një garë sportive, thon shokët e tij, ndeshjet me të janë një garë stresi. Historia e Ricardit përshkruan sistemin tipik mbrojtës të atij që nuk arrin të tolerojë hijen më të vogël në vetvlerësimin e vet.
çdo shenjë dobësie, papërshtatshmërie dhe paaftësie. Në rastin e paraqitur, ky qëndrim duket gati paradoksal, duke pasur parasysh të gjitha cilësitë e tij dhe se si i njihen prej tjerëve dhuntitë e tij pa numërta. Ai ka mësuar, sipas gjasave, qysh prej fëmirisë së tij të parë që ta mbrojë veten nëpërmjet eliminimit prej vetdijes së vet të çdo dobësie dhe të gjitha emocioneve të lidhura me të, në veçanti frikën për ta pranuar bërësinë e vet. Mekanizma që Ricardi parapëlqen janë projektimi dhe mohimi. Projektimi është prirja për t'u veshur të tjerëve emocionet apo shkaqet e këtyre emocioneve që për personin janë të papranueshme. Në rastin e mësipër, çdo gabim në fushën e futbollit i vishet gjithmonë dikujt tjetër. Kjo i mundson Ricardit që të mos njohë papërshtatshmërinë e vet dhe frikën që lind prej kësaj vetdije. Ndërsa mohimi është eliminimi prej vetdijes i një fakti real, siç mund të jetë për shembull gabimi i bërë në gjuajtjen e topit apo në ndërhyrjet gjatë ndeshjes. Mospranimi i nevojës. Roberti është i dashuruar me një vajzë. Ai tashmë 30 vjeç dhe beqar i thekur, ka zbuluar brenda vetes ndjesitë, pasiguritë dhe shqetësimet e një adoleshenti. Të gjitha takimet me të pritura me një ankth që kujton se e ka provuar vetëm kur ishte 15 vjeç, rrezikojnë të përfundojnë në mënyrë zhgënjyese. Roberti e kupton se është faji i tij. Sa më shumë që dëshiron ta deklarojë afektin e tij, aq më shumë e bën në mënyrë të akullt, duke përdorur shprehje të ftofta dhe të papërcaktuara. Në të njëjtën kohë, i vijnë në mendje gjërat më të çuditshme. Puna, kompjuteri, makina, të gjitha argumente absolutisht pa rëndësishme. Do të donte t'i deklaronte dashurinë, por nuk arrin që të mos duket i ftoftë dhe i largët, edhe pse, kur mendon për këto qëndrime të tij, do ta rrahte veten me shputa. Djali që kemi përshkruar e percepton nevojën e vet për të dashur dhe për t'u dashur si një kërcënim. Te dashurimi, sipas gjasave, sheh një humbje të mundshme autonomie. Druhet se privohet prej lirisë, se sundohet prej dashures, se zbulon se është tepër i dobët, se mos humb kontrollin e jetës së vet. Pa e kuptuar, Roberti përdor mekanizmin mbrojtjes të izolimit. Në këtë mënyrë, ai shmang lindjen e emocioneve shqetësuese, duke përqendruar vëmendjen mbi aspekte kognitive të papërcaktuara që nuk e përfshin nga ana afektive dhe si rrjedhoj nuk e shqetësojnë atë. Mospranimi i agresivitetit. Maxi është një djalë shumë i mirë. Dikush thotë se është tepër i mirë, gjithmonë i gjindshëm, mikpric, i sjellshëm, bëhet copas kur dikush i kërkon një nder. Shumë i angazhuar në grupin që ndjek, është shpirti i aktivitetit të fëmullisë, që nëna e tij, me një armiqësi që e fsheh keqes, e përcakton si shtëpia e tij e parë. Djemtë e grupit të tij, që e duan shumë, shpesh mbesin të zhgënjur prej qëndrimit të tij në momentet e konfliktit. Maxi priret që të mos marrë kurrë ndonjë pozicion, duke i mundësuar më të forti që të mbizotërojë mbi atë që ka të drejtë dhe ka edhe vështirësi të kuptojë atë që jeton me tension dhe nganjëherë edhe me zemrim situata pa drejtësie. Shpesh, miqtë e tij e akuzojnë se ai përshpirtron problemet, të cilët mbesin të pozgjidhura. Shembulli që kemi paraqitur vën në dukje dhojën e mekanizmit mbrojtës që përkufizohet si racionalizëm. Me këtë term i referohemi prirjes për të bërë shpjegime racionale, objektive, për të justifikuar veprimet vetjake dhe për të mos pranuar motivimet e vërteta të papranueshme për individin. Maxi ka frikë prej agresivitetit, si prej agresivitetit të tij kundrejt të tjerëve, ashtu edhe prej agresivitetit të tjerëve ndaj tij. Për këtë arsye, priret që t'i shmang situatat konfliktuale dhe t'i shëshoj problemet, edhe kur konfliktet janë kaq të dukshme, sa mos trajtimi i tyre rrezikon ta bëjë më të madh dhe më të padurueshëm tensionin në grup. Megjithatë, Maxi nuk mund ta tolerojë këtë vetdije. Kështu, ai e trajton problemin pa e trajtuar atë, duke gjetur motivime të tipit shpirtëror shumë të vlefshme nëse do të ishin të përshtatshme për zgjidhjen e situatës, por jo kur ato kanë si qëllim mbrojtjen e tij prej agresivitetit të tjerëve kundrejt tij dhe të tij kundrejt të tjerëve.
Drita nuk e duron më të atin, edhe pse deri në atë moment e kanë dashur shumë njëri tjetrin. Madje, modra e saj e ka akuzuar gjithmonë se është e përdhelurat atit. Që kur të atit i ka ndryshuar shefi i zyres, nuk arrin më që të shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ai kthehet vonë darkë, tur i varur, shtrihet përpara televizorit dhe nuk ka dëshirë që të flasë me askënd. Kur i flasin, përgjigjet me fjalë një rrokshë apo me fjalë të rënda. Drita është e lodhur për kësaj situate. Qëndrimi i atit e bën edhe më të paqetë dhe të zemëruar, por nuk e ndjen ende që të flasë me të. Ajo është e shqetësuar pasi grimjet me dashurin e saj në këtë periudhë të fundit janë duke u bërë gjithnjë e më të shpeshta. Drita dhe i ati ndoshta kanë të njëjtën mënyrë për të mbrojtur. Të dy të friksuar prej agresivitetit të tyre dhe të tjerëve, reagojnë nëpërmjet mekanizmit mbrojtës të zvendosjes, që i shtyjnë të orientojnë inatin e tyre drejt një personi jashtë konfliktit. Drita në vend të shefit, i dashuri në vend të atit. Siç tregon edhe vetë emri, tensionet dhe emocionet e papuranuara nuk njihen, por ju vishen personave apo situatave të tjera, siç ndodh me gruan që, e zemëruar me burrin, bën shamat me të birin, i cili nga ana e tij godet qenin. Mospranimi i trishtimit. Valeria është një vajzë gjithmonë e qeshur dhe e gëzuar. Shokët e shoqet qëndrojnë me qejf me të për shkak të karakterit të saj të qiltër dhe të gatshëm për t'i dëgjuar të gjithë. Të gjithë e duan shumë, edhe pse me gjithë paqen që duket se përçon me karakterin e saj dhe me gjithë faktin se është tepër e rezervuar, të gjithë kanë vështirësi që të hapen me të. Nuk e shohin të aftë që të mbartë pesha, të mbajtë tensione. Po ashtu, shpesh e pyesin veten se çfarë përjeton Valeria. Prindërit e saj janë duke u ndarë, por ajo jo vetëm që nuk lë që të dallohet asnjë emocion, madje shpesh buzëqesh në mënyrë jo të përshtatshme, gati si të ishte e lumtur në një moment kur ajo s'mund të jetë vetëse në vështirësi. Të dashurit të Valerias i vjen keq për një shëndrim të tillë. Është shumë i dashuruar me të dhe nuk do të donte që një vajzë kaq e zonja të dukej të tjerëve pak e shuar apo si përfaqësore. Faktikisht, Valeria nuk është as pak një person si përfaqësor. Ajo që e karakterizon përkundrazi është një refuzim i fortë i trishtimit si përmas normale e përvojës njerëzore. E mësuar që të mos i bashkëndajë vështirësitë e veta me prindërit e saj, tepër të përfshirë në problemet e tyre personale, Valeria jo vetëm që ka mësuar të kontrollojë qëndrimet, por edhe që t'i eliminojë ndjenjat nëpërmjet mekanizmit mbrojtës që quhet reagimi i kundërt. Me anë të këtij mekanizmi, një ndjenjë pa pranuar, pasi perceptohet si e rrezikshme, eliminohet dhe shprehet nëpërmjet një sjellje apo mendimi të kundërt. Në këtë mënyrë, trishtimi i justifikuar i Valerias, shumë i rënd për ta njohur dhe për ta duruar, shndrohet në të qeshura të tepërta. Mospranimi i fajit. Francesca dhe Sandra janë martuar prej pak muajsh. Nuk ka qenë një martesë e lehtë për ta, pasi nëna e tij ka mbetur papritmas vejush, disa muaj përpara dasmës. Francesco është fëmia i vetëm dhe nëna e tij ka bërë gjithçka për ta vonuar këtë martesë, që edhe më përpara nuk i pëlqente as pak. Megjithatë, Francesco është treguar i vendosur. E do shumë Sandrën dhe i është dukur tepër e padrejtë që ta shtyjë këtë martesë të shumë pritur dhe të programuar prej kohësh. Ëma, thellësisht e zhgënjur prej vendimit të birit, ka pranuar pa dëshirë dhe duket se nuk humb asnjë rast që të bëjë rolin e viktimes, të vërë në dukje vetminë e saj dhe të bëjë Francesco të ndihet në faj. Shpesh bën si e smur dhe atëherë Sandra zemërohet me të shoqin, sepse ai, edhe pse e di se është një smundje e stisur, për të cilën ankohet dhe rreth të cilës bën shaka me të shoqen, nuk mund të mos rende me vrap të shtëpia të ëmës për të parë se si është me shëndet. Shpesh, Sandra i vën në dukje se ai është më i shqetësuar për ndjenjën e tij të fajit sesa për shëndetin e të ëmës. Francesco është dakord me të, por nuk arrin të ndryshojë qëndrim. Bëhet fjalë për diçka që është shumë më fortë se ai. Gati si një nevojë e pavetdijshme për të shlyer një faj që ai e di mirë që nuk e ka bërë.
Mekanizmi mbrojtjes i përshkruar më sipër e ka emrin shfuqizim prapaveprues. Ka të bëjë me kryerjen e gjesteve apo të akteve, si për shembull shkuarja me vrap e Francesco të shtëpia e ëmës, pasi ndihet në faj se është martuar pikërisht në periudhën kur ajo ndihej më vetëm se kurrë, që synojnë të anullojnë apo të fshinë një veprim të caktuar, në rastin e paraqitur atë të afirmimit të autonomisë vetjake. Shembulli më i shpeshtë i këtij mekanizmi shpesh është prindi që, duke u ndier në faj se i ka bërtitur apo se e ka rrarë fëmijën e vet, i blen atij një ëmbëlsirë apo një lojë, me qëllimin e pavetëdijshëm që t'i kërkojë të falur për një gjest që e jeton si të padrejtë. Si për të gjithë mekanizmat mbrojtës, edhe në këtë rast vëmë në dukje pavetëdijshmërinë. Kur mbrohemi, nuk e bëjmë kurrë në mënyrë vetëdijshme, si pasojë e një vendimi të vullnetit tonë. Që të flitet për mbrojtje, duhet të ketë një automatizim të pavetëdijshëm, një reagim të menjëhershëm dhe të vetvetishëm, jo të dashur prej personit, që reagon në një mënyrë të caktuar pa kuptuar as vetë ai, por i shtyr vetëm prej nevojës për të hequr një emocion apo një impuls të konsideruar si të papranueshëm për vetëvlerësimin e vet. Kemi përdorur termin heq në mënyrë të qëllimshme. Në bazë të gjithë mekanizmave mbrojtës të paraqitur këtu është i pranishëm mekanizmi i heqjes. Ai ka të bëjë me hedhjen në pavetdije në atë zonë të panjohur të personalitetit tonë për të cilën kemi folur më sipër, fusha të personit, si për shembull instinkte, emocione, kujtime, impulse e tjerë që janë të patolerueshme pasi nuk përputhen me vlerësimin që kemi për veten tonë. Deri tani kemi folur për dy lloje përgjigjesh: përgjigjet e menjëhershme dhe përgjigjet mbrojtëse. Në përgjithësi, ato karakterizojnë personalitete të ndryshme, edhe pse nganjëherë mund të ndodhë që te i njëjti individ ato të këmbehen, sipas momenteve dhe situatave të ndryshme. Të dy këto stile, siç e kemi vënë në dukje më përpara, nuk janë të kënaqshme. I pari rrezikon të ushqejë reaksione zinxhir. Afektiviteti jo i përmbajtur favorizon te ne dhe te të tjerët reagime të mëtejshme emotive. Agresiviteti prodhon agresivitet tjetër apo nxit ndjenja faji. Trishtimi krijon trishtim tjetër dhe e mbyll personin në botën e tij të vogël që përbëhet prej vetmisë dhe braktisjes. Kështu krijohen rraf emotiv vicioz që i bëjnë më të mprehta problemet në vend që të zgjidhin ato. As stili mbrojtjes nuk ofron një alternativë të kënaqshme. Mbrojtjet favorizojnë heqjen e problemeve. Këto, kur të trajtuara në mënyrë të vetëdijshme prej personit, grumbullohen dhe shprehen nëpërmjet tensioneve të tjera dhe krijojnë, edhe në këtë rast, një zinxhir të papërshtatshëm përgjigjesh. Le të mendojmë për shembull për agresivitetin e hequr dhe të zhvendosur në nivel fizik, që shndërrohet në hipertension, apo të papranuar dhe që u vishet të tjerëve, si në rastin e projektimit, që rrezikon të bëhet një burim i vazhdueshëm konflikti. As shprehja pa kontroll e emocioneve dhe as mbrojtja e tepërt nuk janë mënyra të sakta për të mbarshtuar botën tonë afektive. Për këtë arsye, është e nevojshme që të kërkojmë përgjigje të tjera, më të përshtatshme dhe më të pjekura. Është ajo që propozojmë për emisionin tjetër.